Tani nga Ramazani duhet ne me i kërku këto ditë që kanë ngel. Kur Ademi dhe Hawaja bën bash gabimin, thanë Rabbena, drejt, ku do shkojmë ne? S'kemi ku shkojmë. Ne do pranojmë para gabimet tona. Si kam qef ato xhallar fare që dëgjoj xhamat kështu e i largoi ti gjinavi, Allah, pse ti si hoxha bën ti u bën engjëll kur u bën hoxha, po ti si gjithë tjerë atje, edhe ti gjinafshari edhe ti me kusure edhe ti njerije, se ka ca xhallar rrin gjithë ditën duke gjyku xhamatin, sikur po rrin me Xhebrail Eminin gjithë ditën dhe unë dhe Xhebraili jemi aty tani. Bëjmë kush e di? Pra Zoti i Madh do të më pranojë të gjithë herë që jemi me kusure, që jemi njerëz, që edhe nëse jemi mirë për çastin, ne nesër më nuk dihet, shejtani i mallkum ka skemat e veta dhe ti ndoshta se kupton veten se si tumbi, prandaj i pranojmë dobësit tona pafund gjithë secili për nesh është gjëja e parë. E pranoi Ademi alayhis salam dhe Hawaja dhe i tha Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. I madhi Zot, ja ku jemi fajtor përpara teje. Kemi bo vepra të këqija, na kishe begatu me të mirat e tua të pafundme. Qofse i madhi Zot je hidhrus, na fals, na mëshiron, ne u shkatrum. Drejt, kështu duhet me ja thonë Zotit madh. Ademi dhe Hawaja i thanë, i madhi Zot jemi fajtor, qofse s'na fal, nuk na mëshiron, ne humbëm. Pse thash duhet patjetër me fitu në Ramazan rahmetin, edhe me fitu mëshirën dhe faljen, se jemi të shkatrum lloj tjetër. A ka mundësi me fitu, po të begatoft i madhi Zot, deri sekondin e fundit që do hyj Bajramin e duhet me ja thonë madhit Zot drejt, i madhi Zot, mos mble mu pa faljen dhe pa mëshirën tënde, se ti e falës edhe mëshirues i madh. Ja ju alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ju që keni besuar, pendoni ke i madhi Zot me pendim sinqert.